Prej mbrëmë në Struk ka filluar të mbahet tribuna shkencore me temën Sfidat e arsimit shqip në Maqedoni, ku marrin pjesë strukturat relevante të arsimit shqip në Maqedoni, deputet, përfaqësues të organeve ekzekutive të Ministrisë së Arsimit, përfaqësues të arsimit të pushteteve vendore të komunave të cilat udhëhiqen nga kryetar shqiptar, apo në komunat ku popullata është mbi 20% shqiptare, si dhe lidhja e arsimtarëve shqiptar në Maqedoni. Për rolin e këtij takimi, kryetari i lidhjes së arsimtarëve shqiptar në Maqedoni, Nuri Dardhishta, nënvizoi. Është tribunë arsimore, ku qëllimi i kësaj tribune është që të gjitha problemet që i kemi në arsim, pra të mund të dalë ngadalë të zgjidhim, pra sepse është turp pra që jemi në një kohë kur Maqedonia tenton të hyjë në Bashkimin Evropian, a ne kemi shumë probleme në arsim. Janë të pazgjidhura. Sa zgjidhim disa probleme, vijnë tjerat, pra sa mendojmë se do ta zgjidhim që është në evidencë pedagogjike dhe edhe mësimin e maqedonisht që ishte një vendim anonim, pra i vetë Ministrit Arsim për Maqedonishtën, pra edhe atë me një trysni, pra e realizum, pra që të mos mësohet Maqedonishtja nga klasa e parë fillore, pra, sepse është një ngarkesë e madhe për nxënësit. Ndërkaq deputeti Safet Neziri, i cili merr pjesë në cilësinë e komisionit parlamentar për çështjet e arsimit, theksoi se janë këtu për të njohur me problemet e arsimit shqip, si dhe për të angazhuar për tejkalimin e situatave të padëshiruara. Unë kam marrë këtu dhe si në cilësinë e kryetarit Komisionit për Arsim, Shkencë dhe Sport të Republikës së Maqedonisë, për të dëgjuar, por edhe për të dhënë një kontribut për tejkalimin e situatave nëpërmjet arsyeshmërisë, nëpërmjet dhënieve fakte dhe argumenteve për tejkalimin e këtyre situatave, mirë po për të përcjellë mesazhe ose përgjegjësi të caktuar deri te institucionet e Republikës së Maqedonisë, duke filluar nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës, qeverisë dhe të gjitha institucionet relevante në Republikën e Maqedonisë. Jem si përfaqësuese e Byros për zhvillimin e arsimit këtu, për t'i ndëgjuar të gjithë pjesëmarrësit këtu dhe të shohim se deri ku kemi arritur me punën që kemi bërë si ministri apo edhe si byro për zhvillim të arsimit. Nga gjithë këto konkluzione që do dalim prej këtu, si edhe konkluzionet e tribunës së parë që dolën, do të bëjmë përpjekje maksimale që të mundim deri sa ku ka kufi dhe ku është e mundshme që ne të intervenojmë në këto konkluza dhe të marrim një hap më të përshpejtuar në të ardhmen për ta sfiduar tek e fundit probleme që kemi momentalisht në arsim. Të pranishmit në tribunë trajtuan temat kyçe të çështjes së arsimit shqip në Maqedoni, si atë përshtatja legjislaturës me metodat pedagogjike, ngjyroset ideologjike dhe pa baza shkencore e metodike të teksteve shkollore, infrastruktura shkollore dhe politika e investimeve në shkollat fillore dhe të mesme me mësim në gjuhën shqipe, fërkimet rreth imponimeve të njëanshme antiligjore, antipedagogjike dhe antikombëtare për mësimin e gjuhës maqedone prej klasës së parë. Gjatë ditës së nesërme nga kjo tribunë shkencore do të dilet me konkluza të përbashkëta.